Rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora nga Sajmira Xhiu mbrëmjen e të hënës ishte në dy pjesë mjaft interesante. Në pjesën e parë u fol për Superligën, kategorinë e parë dhe flamurtarin. Të ftuar të Sajmira Xhiut ishin i përhershmi Vangjela Luci, opinionist, futbollisti flamurtarit MMA, Ardian Dina, artist dhe sportdashës, si dhe Andi Shabani, ish futbollist. Ndërsa në lidhje Skype nga Gjermania ishte Adrian Nini, ish futbollist dhe trajner. U diskutua gjerësisht rreth kategorisë së parë dhe flamurtarit, ndërsa e curia u cilësua shumë pozitive e kuqezinjve, të cilët në këtë vit do të bëjnë realitet ëndrrën e shumë pritur të ngjitjes në Super League dhe rikthimin e flamurtarit aty ku në fakt e meriton që të jetë. Të ftuarit në studio vlerësuan punën që është bërë gjatë këtij sezoni për blerjen e lojtarëve cilësor dhe për arritjen e objektivit maksimal që ka skuadra, ngjitje në Super League ndër më të mirët e kampionatit shqiptar. Pjesa e dytë e rubrikës sportive në televizionin 6+1 Vlora solli një tjetër panel të ftuarish, ku u fol për aktivitetin që do të organizohet në ditën e premte të 14 marsit me 11 vjeçarët e qytetit, por edhe ekipe nga Fieri, Lushnja, Ballshi me drejtues skuadrash, Klandro Sheko, Albano Ameti, Bledar Istani dhe Elidon Demiraj. Gjerësisht në pjesën e dytë u fol për Kupën e Verës, që do të zhvillohet në fushën sportive të Pyllit të Sodës, nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora në drejtimin e Sajmira Xhiut rikthehet sërish të hënën e ardhshme në orën 20.